O, gjanë gjuna me vjedh rrymën, se kam shtrëngu pak sahatin, po ec ka dale. Ndeshta me të vetë, a është sevap. Dëgjati djalash, unë jam I bindur se edhe ti edhe gjithë e din që ajo është haram. Çdo gjë që vjedhet është haram. Pa marrë parasysh prej kujt e vjedhën. Ajo është vjedhje. Marrë edhe nëse është armiku më I madh, vjedhje është vjedhje. Sidomos kur vjedhën krahët shoqënisë, malin, tokën, ato këta që e pagun shoqënia me një farë forme. E këto e ke shtrëngu, se ke shtrëngu sahatin, nuk I di këto detaje, I din ata ekspertët e rrymës, kecit. Po nisem po thëmë hoxha, a unë sevap, rruje veten, se po jesi shahid aty në sahat. Edhe tani du të më ardhë, me ta kënu në I dovë, me thonë tani, e djegi vëllaj rryma shkoj shahid. Shkon shahid, e vërtet është, nëse djeg zjarë edhe rryma, ama nëse djeg që shkahije, e jo të ishti durt në për harame, e jo të I vjedh rrymën. Ke kujdes, se ky sevap, po del masanena një dreqë gjysë.